Lela Seferi është njëra nga ish-banorët e Big Brother VIP Kosova 3, e cila ka pasur një qëndrim të bukur në këtë reality show. Lela, sa ishte brenda Big Brotherit, u lidh me Leon dhe lidhja e tyre pas daljes së tyre nga ky reality show nuk zgjati shumë. Dyshja tashmë janë të ndarë dhe kanë vazhduar rrugtimin e tyre vetëm. Por çfarë thot Lela tani pas një viti për Big Brother VIP Kosova? Në pyetjen a kishe hi prap në Big Brother nëse tu kishte dhënë mundësia, Lela përgjigjet për në Kosovë e kam kry. Edhe mjalti është i mirë, po nuk hahet me tepric. Ndërsa në pyetjen tjetër, a kime qenë prezantuese e Big Talkut, Lela përgjigjet duke thënë, jo, kam vendos me kalu Big Talkun, se po m'duket shumë minimal. Jam duke pritur kur të del Dini në pension me marr direkt Big Brother. Këtë gjë e thot Lela me shaka, por jetës nuk i dihet apo jo.